3 fermat ndryshme I vizitu. Deri tash, ju jeni ekspert bujqësor I blegtorisë jeni. Flasim pikërisht për blegtorinë atje atë fermet që vizitum në periferitë Plovdivit. Ka diçka që mund të akceptohet apo të inkuadrohet nga mësimet nga ajo fermë në praktikat në Shqipëri? Përse me thënë vërtetën, është pak e vështirë me bë krahasime të kësaj natyre midis teknologjisë që zbatohet në Shqipëri dhe teknologjisë që zbatohet këtu në Bullgari. Po megjithatë element veçantë të këtyre teknologjive edhe mund futen përdorim në fermat tona. Për shembull, mund të themi që mund futet teknologjia për përcaktimin e racioneve ushqimore të kafshëve ose për gjendjen shëndetësore të kafshëve ose për afatet kur ajo është koha më optimale për të kaluar në ndërzim ecuria e prodhimit të qumshit gjatë gjithë periudhës laktacionit. Këto janë disa elementë që ne edhe mund t'i zbatojmë, po duhet pak më shumë eksperiencë, më shumë kualifikim dhe më shumë pajisje për zbatikim. Më shumë mësime sikur tash në këtë rast. Patjetër. Blegtoria viteve të fundit apo ec në Shqipëri? Po ka pas ndryshime. Nuk mund të them që ka ngel në vend, po ka rritje, po rritjet janë jo me ritmet e nevojshme ose me ato ritme që po e kërkon koha. Që po e kërkon koha sot. Po ndon mjetet qeveria? Mjetet, qa me të thonë, ato mjetet janë sa me ta majtë shpirtin gjallë, jo me të dhënë zhvillim më tepër, a kupton. Po e një pararend se pak edhe Bashkimit Evropian tash, duhet pak edhe nisin Shqipëria shpejti edhe bisedimet në këtë aspekt. Sigurisht që tash do të pasojnë fundet. Le të shpresojmë, inshallah, do të bëhet diçka në këtë aspekt dhe po të realizohet diçka, atëherë edhe zhvillimi do jetë më I madh. Sepse atë mbështetje pret fermeri sot. Kostot janë shumë të larta, pa përballueshme, ekonomia e tregut po na dëmton, ne nuk prodhojmë dot për me konkuru tregun europian, jo, po as tregun rajonal s'po e konkurrojmë me prodhime masive, po flas se ne kemi prodhime specifike, për shembull, kecat e hasit kanë marrë një zhvillim shumë të mirë këto kohë të fundit. Dhe po ta shohim diferencën e çmimit nga një vit në tjetër, lëviz gati me 50 cent, po flas tani me cent. 50 cent çdo vit po shkon duke u rrit më tepër, sepse po rritet kërkesa, po edhe cilësia e këtij mishi është e tillë që e pranon këtë lloj çmimi që po aplikohet. Po fjalat e mishi, cilësia e racave vendore a ndryshon me këto tash që janë racat e reja? Po ta marrish se ne jemi pak edhe lokalista në aspektin e kësaj, po gjithmonë racat autoktone kanë cilësinë shumë më të mirë se sa racat e kultivuara. Sepse raca e dhive tona, për shembull, që zhvillohet në Has, ajo kullohet vetëm në natyrë, në livadhe, në kullota, në bjeshk, dhe ka gjitha llojet e luleve, të barrave të ndryshme, që nuk mundet absolutisht me ja kriju dikush tjetër në mënyrë artificiale ose në stall. I përmendet racën e Hasit, fjala për racë autoktone. Kemi delet, dhentarin, kemi bardhokën e Dugaxhinit, kemi balushën e Dugaxhinit, kemi sykën e Peshterit, kemi bushën, kemi qenën e Sharrit. A mendoni që duhet edhe Shqipëria, po pse edhe Kosova ta ketë fondin për autoktoni? Është shumë e nevojshme, me të paktën fondin gjenetik duhet me rujt. Qoftë, nuk e di a kuptohemi apo jo, fondi gjenetik është rujtja në laboratore e materialit gjenetik për ta rujtur, edhe në qoftë se kjo racë shkon drejt paksimit ose eliminimit, atëherë kemi një farë baze për ta rikthyer atë përsëri në prodhimin e gjerë.